Bashkimi Evropian dhe India njoftuan një marrëveshje të rëndësishme tregtare pas gati 2 dekadash bisedimesh me ndërprerje, ndërsa të dyja palët synojnë të thellojnë lidhjet mes tensioneve me SBA-n. Europa dhe India po bëjnë histori sot. Ne nënshkruam nënën e të gjithë marrëveshjeve, njoftoi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në rrjetin social X. Von der Leyen shkroi: "Ne kemi krijuar një zonë të tregtisë së lirë prej 2 miliard banorësh me të dyja palët që do të përfitojnë. Ky është vetëm fillimi. Ne do ta forcojmë marrëdhënien tonë strategjike edhe më shumë." Marrëveshja do të zgjerojë aksesin në treg për eksportet indiane në Europë, ndërkohë që do të lehtësojë hyrjen e investimeve dhe mallrave europiane të tilla si automjetet dhe pijet në ekonominë e tretë më të madhe të Azisë. Ky është një shembull i përsosur i një partneriteti midis dy ekonomive të mëdha të botës. Kjo marrëveshje përfaqëson 25% të prodhimit të brendshëm bruto globale dhe 1/3 e tregtisë globale, bëri të ditur kryeministri i Indisë Modi. BE-ja është partneri më i madh tregtar i Indisë në mallra, me tregtinë dypalëshe të mallrave që arrin në 136 miliard dollar. Bisedimet për një marrëveshje midis Indisë dhe BE-s filluan në vitin 2007, por ngecën në vitin 2013 për shkak të pengesave në aksesin në treg dhe kërkesave rregullatore. Diskutimet u rifilluan zyrtarisht në korrik 2022. Von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ndodhen në Delhi, ku takuan me kryeministrin indian Narendra Modi në një samit dypalësh. Si India ashtu edhe BE-ja po kërkojnë të forcojnë lidhjet strategjike dhe tregtare me pjesën tjetër të botës, ndërsa përballen me presionin ekonomik dhe gjeopolitik nga SBA. Delhi po përballet me tarifat prej 50% të vendosura nga presidenti Trump vitin e kaluar, mes bisedimeve që synojnë sigurimin e një marrëveshje tregtare mes Indisë dhe SBA-s.